Fëmijët e shtruar në spitalin pediatrik do të mund të zhvillojnë mësim brenda ambienteve të QSUT. Kryeministri Edi Rama së bashku me ministren e Shëndetësisë Albana Kurçiun dhe ministren e Arsimit Ogerta Manastirliun përuruan 2 klasat mësimore, teksa theksuan se mësimi do të zhvillohet me 4 mësues dhe duke ju referuar kurrikulave mësimore. 2 klasat të cilat janë një si klasë kolektive për mësimin përmes teknologjisë, po edhe për mësimin sipas kurrikulës së shkollës për fëmijët që janë shtruar në spitalin pediatrik dhe një klasë arti për të gjithë programin 6 mësimor. Madje për ta shtuar dhe teknologjia. Do të ofrojnë mësim, por edhe argëtim për fëmijët, të cilët trajtohen në këtë spital. Kapaciteti është i mjaftueshëm, jemi përgatitur edhe për mësimin përmes teknologjisë dhe përmes librave kurrikulës shkollës, por edhe për mësimin e personalizuar. Ky projekt u mundsua në bashkëpunim me Fondacionin Izraelit Sasa Seton. Për fëmijët që kanë të pamundur lëvizjen nga shtretërit, do të mundsohen tableta, smartphone dhe mjete didaktike të krijuara posaçërisht për ta. Krahas mësimit, do të ofrohen aktivitete që lidhen me leximin, fotografin, muzikën e të tjerë.